Në qoftë se të ri duhet kujdesen për shëndetin mendor. Përgjegjësia dhe bara bie mbi prindrit edhe mbi profesorët, hoxhallarët, psikologët. Çfarë bëjmë ne për të rit tonë? Shoh fundë me thënë akuzat mëdha, drejtuar të rive. U shkatruan, kanë ndryshuar shoqëria, kanë devijuar, vllau jem, pyet çdo profesor, mos rajon, çdo profesoroj, pyetje, ne çfarë bëjmë? Prindër të dashur, çfarë bëjmë ne për fëmijët tonë? Si është e mundshme që një herë të vetme, mos me shku me ja kontrollu çantën. Një herë të vetme, mos me shku me ja kontrollu telefonin. Një herë të vetme, mos me kontrollu nga lëviz ku shkon. Po s'është në rregull. Po këtu do me thonë, llogari duhet me dhënë të gjithë ata të cilët për të gjitha fatkeqësitë që i patën, po në këtë rastin e fundit. Mos me e ditë fëmijën ku e ke. Mos me e ditë vendi i argëtimit. Okej, nuk kemi kundër argëtimit të rive. Por mos me e ditë ku argëtojnë fëmijët, si argëtojnë fëmijët. Çfarë kohe? Po, ata do me thënë, këta do me thënë në mërziten me humbjen e jetës, po ne kemi raste të vetvrasjeve, ne kemi raste të përdhunimeve, ne kemi raste të fëmijëve që cilët vdesin në spitale, shkaku i drogës, shkaku i mbidozës, shkaku i alkoolit, fëmijë të vogël, 12 vjet, 13 vjet, 14 vjet, kush i ka fëmijët i kanë fajt, po edhe ne vetë kemi qenë fëmijë. Nëse ti nuk e ke dikën mbi kokën tënde të kujdesit. Edhe ne do të thonë kemi dasht të ndjejmë atë adrenalinën ose atë dëshirën se jemi rritë ose kemi dasht të rritemi më herët se sa kemi mendu kur do vije koha. Ku janë rregulla do të thonë të mos lejohet të shitet duhani ndër moshën e caktuar, të mos lejohet të shitet alkooli, të mos lejohet hyrja do të thonë në vende të caktuara. E kështu me radhë. Prandaj do të thonë reflektim mbi prindrit, jo do të thonë akuzën drejtuar vetëm fëmijëve, të cilët ka qenë të natën janë anësit, janë skuqësi, do të thonë baba mos më pyet, e vladi jem, vajza jeme, bia jeme, djali jem, ç'është halli jot, ç'është brenga jote. Subhanallah, na ka dhënë Zoti mbas dunja. Të kenë telefona, të kenë vetura, të kenë shtëpi, të kenë atë. S'duhen këto sen hiç. Apo bash hiç nuk duhen këto. Në momentin do të thonë që ai e vlat nuk të ka si krahun më të madh në jetën e tij. Dhe ti nuk je në momentin kur ai do të thonë thirret nga shokët për të deviju. Shikoj ti din në orët e vona, shikon do të thonë pas orës 12 natës. Këndo ta shohësh me i marrë do të thonë ti pjesë të fëmijë, një pakisje mbi 18 vjet, kreti ki të vogël, kreti ki të fëmijë. Zoti na drejtoft. Zoti na uzoft. Jo rastësisht do të thonë Zoti ne ka bërë me dije, ka për na marrë llogari. O ju që keni besuar, rruni fëmijët edhe veten tuaj. Rruni. Është obligimi jon. Para se të pyesim dhe para se të gjykojmë mbi ata, do të thonë duhet të pyesim për veten tonë ne, do të thonë çka bëjmë për këto fëmijë që i kemi emanet nga Zoti.